Përshëndetje miq, ju ftoj të ndjekim horoskopin me atë që thonë yjet, cila është ngjyra me fat, koha me fat, si dhe këshilla e ditës për secilën shenjë. Fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë, dashi. Sot, hëna ndodhet në shenjën tënde dhe kjo aktivizon shqisat e tua, i dashur dash. Do të ndihesh më i vetëdijshëm për gjithçka që ndodh përreth teje. Por tranziti i Marsit me Saturnin mund të sjellë ndonjë peshë ose detyrim që të bën të ndihesh pak i lodhur ose i ngarkuar në disa momente. Për këtë arsye, sot mund të jetë më mirë të pritësh pak para se të nisësh të ndjekësh dëshirat e tua, sidomos nëse ndjen një pjesë të brendshme që nuk është e gatshme të hidhet me të dyja këmbët drejt një vendimi. Ti ke një dëshirë të madhe për të arritur diçka ose për të ecur përpara, por do të ketë disa pengesa që duhet t'i kalosh. Për shembull, mund të ketë një problem të vogël shëndetësor ose në punë që ndryshon planet e tua, ose ndoshta do të ndihesh pak i demotivuar përkohësisht. Megjithatë, këto vështirësi mund të drejtojnë drejt rrugës së duhur në fund. Edhe nëse tani ndihesh se koha nuk është e favorshme, kreativiteti, mesatar, dashuria, e mirë, biznesi, mesatar, ngjyra me fat, portokalli, koha me fat, ora 14:00 deri 16:00, këshilla e ditës, mos nxitoni. Merrni kohën për të vlerësuar situatën dhe përgatitu me kujdes për hapat e ardhshëm. Horoskopi për Demin, 19 qershor 2025. Tani është koha për ndryshime të vogla, por të praktikueshme, që mund të sjellin shpërblime më vonë. Megjithatë, sot mund të ndihesh pak i frustruar për shkak të disa momenteve kur gjërat nuk shkojnë siç doje. I dashur Dem, tranziti i vështirë mes Marsit dhe Saturnit sjell luhatje në humor dhe vendime. Nga njëra anë, ndjen nevojën të jesh i kujdesshëm dhe të ngadalësosh ritmin, por nga ana tjetër, mund të ndjesh presion ose padurim për të ndjekur dëshirat e tua. Është më mirë që sot të rishikosh planet dhe të përmirësosh detajet para se të ecësh më tej. Me shumë gjëra që ndodhin brenda teje, s'është koha të bësh përplasje me botën e jashtme. Kalimi i hënës në shtëpinë tënde të 12 të sot tregon se është e rëndësishme të ngadalësosh dhe të marrësh frymë. Merr gjërat me qetësi tani, do të bëjë mirë, kreativiteti, mesatar, dashuria, e mirë, biznesi, i mirë, ngjyra me fat, jeshile dhe kafe, koha me fat, ora 10 deri 12:00, këshilla e ditës. Merr frymë thellë dhe përqendrohu tek detajet përpara se të bësh hapa të mëdhenj. Horoskopi për binjakët, 19 qershor 2025. Sot përpiqu të ndjesh veten të stabilizuar, të qëndrueshëm dhe të mbështetur fort në realitet, i dashur binjak. Një ndikim nga Marsi dhe Saturni të fton të pushosh pak dhe të reflektosh. Edhe pse së fundmi je treguar i përkushtuar ndaj detyrave të tua, sot mund të ndjesh sikur ato po të kufizojnë ose po të mërzisin. Angazhimet që ke ndaj të tjerëve mund të përplasen me dëshirën tënde për të qëndruar në shtëpi ose për të përqendruar tek vetja. Nëse ndihesh i mbingarkuar, është në rregull të tërhiqesh pak dhe të marrësh frymë. Ndonjë vonesë ose pengesë që të del sot, mos e merr si dështim, mund të jetë vetëm një mënyrë për të drejtuar në rrugën më të mirë për ty. Sot është një ditë për të kuptuar më mirë kufijtë e tu, aftësitë që ke dhe çfarë pritet nga ty. Sa më shumë që e njohësh veten, aq më të lehta bëhen vendimet që do të marrësh. Kreativiteti, i mirë, dashuria, mesatare, biznesi, i mirë. Ngjyra me fat, blu e hapur dhe e bardhë, koha me fat, ora 13:30 deri 15:00, këshilla e ditës, pushimi nuk është dobësi. Ndonjëherë është mënyra më e mirë për të riorganizuar dhe për të marrë drejtimin e duhur. Horoskopi për Gaforen, 19 qershor 2025. Sot, ndikimi i Marsit dhe Saturnit mund të sjellë disa vështirësi të vogla në rrugën tënde, e dashur Gafore. Mund të ndjesh se një ide apo projekti yti nuk pritet mirë nga të tjerët. Ose ndoshta dëshiron të ndjekësh rrugën tënde, por detyrimet dhe përgjegjësitë të bllokojnë. Duhet të jesh pak më i kujdesshëm me fjalët dhe komunikimin sot. Energjia nuk është shumë e rrjedhshme dhe keqkuptimet mund të ndodhin lehtë. Detajet e planeve tua nuk janë ende të qarta, ndaj mos u ngut për të marrë vendime të mëdha. Është një ditë më e mirë për të menduar dhe rishikuar, jo për të vepruar menjëherë. Po të presësh pak, gjërat do të bëhen më të qarta dhe do të shmangësh ndonjë gabim që mund të ndodhë nga nxitimi ose negativiteti i momentit. Lajmi i mirë është se kreativiteti yt është i fortë sot dhe ndjenjat në dashuri janë të ekuilibruara.
thjesht merr kohën tënde për t'i lënë gjërat të qetësohen dhe mos e shty veten më shumë se ç'duhet. Kreativiteti, i mirë, dashuria, e mirë, biznesi, mesatar, ngjyra me fat, jeshile dhe mente, koha me fat, ora 10:00 deri në 11:30, këshilla e ditës, jo çdo ditë është për veprim. Sot, mjafton të dëgjosh, të mendosh dhe të planifikosh me durim. Fjalët e thjeshta dhe qëndrimi i qetë mund të sjellin shumë më tepër se sa duket. Horoskopi për Luanin, 19 qershor 2025, sot mund të ndihesh paksa i lodhur apo pa energji në disa momente, i dashur Luan. Ndikimi i Marsit dhe Saturnit të shtyn të ndalosh për pak dhe të rishikosh rrugën që po ndjek. Mund të ndjesh një lloj pasigurie apo ndjesi faji për dëshirat e tua apo për hapat e ardhshëm që do të marrësh. Përgjegjësitë që ke mund të duken më të rënda se zakonisht dhe mund të përplasen me dëshirën tënde të madhe për të qenë i lirë dhe për të bërë gjërat sipas mënyrës tënde. Mund të dalin në sipërfaqe disa ndjenja të mbajtura brenda, si inate të vogla apo shgënjime të vjetra. Por, mos lejo që ato të drejtojnë. Më mirë është t'i kuptosh dhe të mësosh prej tyre. Lajmi i mirë është se hëna ndodhet në zonën e frymëzimit dhe shpirtit tënd, dhe kjo të ndihmon ta shohësh ditën me një sy më të gjerë. Edhe pse ka sfida të vogla, ti je në gjendje të qëndrosh mbi to me një qëndrim të pjekur dhe të qetë. Kreativiteti, i mirë, dashuria, mesatare, biznesi, mesatar, ngjyra me fat, e ardhë dhe e kuqe, koha me fat, ora 13:00 deri në 14:30, këshilla e ditës, mos u ngut të marrësh vendime kur je i pasigurt. Ngadalso, merr frym thellë dhe dëgjo atë që të thotë zemra. Edhe një hap i vogël i menduar mirë vlen më shumë se 10 hapa të nxituar. Horoskopi për Virgjëreshën, 19 qershor 2025, sot mund të ndihesh sikur diçka apo dikush po të kufizon, e dashur Virgjëresh. Ka një ndjesi sikur nuk je plotësisht e lirë për të ndjekur dëshirat e tua, sepse të tjerët ose rrethanat po të vonojnë. Ky është ndikimi i një lidhjeje jo të favorshme mes Marsit dhe Saturnit, që sjell një ndjesi të kohës së gabuar dhe vonesave të vogla. Në marrëdhënie, mund të lindin pyetje në lidhje me thellësinë e ndjenjave apo me angazhimin e vërtetë të dikujt. Mund të mos jesh ende gati për të marrë vendime të mëdha, dhe kjo është në rregull. Është një ditë për të reflektuar, për të rregulluar qasje dhe për të pritur momentin e duhur. Hëna ndodhet sot në sektorin e intimitetit dhe thellësisë shpirtërore për ty, gjë që të jep një dëshirë të fortë për të kuptuar më thellë emocionet e tua dhe të tjerëve. Do jesh më e vëmendshme ndaj detajeve dhe sinjaleve të fshehta. Kreativiteti, i mirë, dashuria, mesatare, biznesi, i mirë, ngjyra me fat, e gjelbër e errët, koha me fat, ora 10 deri në 11:30, këshilla e ditës, prano veten me të mirat dhe të metat që ke. Jo gjithmonë është koha për të vepruar, ndonjëherë durimi është veprimi më i mençur. Horoskopi për Akrepin, 19 qershor 2025, sot dhe nesër mund të ndjesh sikur gjërat nuk po ecin sipas planit, i dashur Akrep. Koha nuk është në favorin tënd dhe mund të përballesh me keqkuptime nga të tjerët që nuk e kuptojnë qartë qëllimin apo veprimet e tua. Kjo vjen si pasojë e një ndikimi sfidues mes Marsit dhe Saturnit që sjell ndjesi bllokimi apo kufizimi. Përgjegjësitë mund të duken më të rënda se zakonisht dhe mund të ndodhë që të përballesh me kufit e tu, emocional, fizik apo praktik. Mund të ndihesh pak i zhgënjur nga kjo, por është diçka kalimtare. Sot është ditë më e mirë për të qëndruar me gjërat që njeh. Për të mos rrezikuar shumë dhe për të mos bërë ndryshime të mëdha. Nëse ndjen se diçka po të pengon apo të bllokon, është në rregull të tërhiqesh pak dhe ta shohësh situatën me qetësi. Ndonjëherë distanca na ndihmon të shohim më qartë. Kreativiteti, i mirë, dashuria, mesatare, biznesi, i mirë, ngjyra me fat, gri e butë dhe bezhe, koha me fat, 10:45 deri 12:00, këshilla e ditës, mos kërko të shtysh përpara me forcë. Qëndro i qetë, bëj rregullimet e nevojshme dhe beso se koha e duhur do të vijë vetë. Disa pengesa janë aty për të treguar një rrugë më të mençur. Horoskopi për Shigjetarin, 19 qershor 2025, sot mund të ndjesh se përgjegjësitë po të rëndojnë më shumë se zakonisht, i dashur Shigjetar.
Një ndikim sfidues mes Marsit dhe Saturnit të vë përballë disa kufizimeve apo pengesave që të bëjnë të dyshosh për nivelin tënd të motivimit. Mund të ndodhë diçka që të zënë në befasi, diçka që ngadalson ritmin tënd ose të prish përkohësisht humorin. Megjithatë, këto janë sinjale që të nxisin të shohësh më thellë, të kuptosh çfarë ka nevojë për rregullim përpara se të ecësh përpara me planet e tua. Kritikat mund të duken të bezdishme sot, por mund të përmbajnë një të vërtetë që të shërben. Në vend që të mbetesh në mendime, provo të gjesh mënyra kreative për të shprehur emocionet. Arti, muzika, apo edhe një bisedë e sinqertë me dikë të afërt mund të të ndihmojnë të gjesh qetësi. Kreativiteti, i mirë, dashuria, mesatare, biznesi. I mirë, ngjyra me fat, portokalli e ngrohtë, koha me fat, 14, 15 deri 16, 00, këshilla e ditës. Pengesat e vogla të ditës mund të jenë një mundësi e fshehur për të ndërtuar diçka më të fortë. Merr frymë thellë, bëj rregullimet që duhen dhe vazhdo me besim. Horoskopi për shigjetarin, 19 qershor 2025. Sot mund të ndjesh se përgjegjësitë po të rëndojnë më shumë se zakonisht, i dashur shigjetar. Një ndikim sfidues mes Marsit dhe Saturnit të vë përballë disa kufizimeve apo pengesave që të bëjnë të dyshosh për nivelin tënd të motivimit. Mund të ndodhë diçka që të zënë në befasi, diçka që ngadalson ritmin tënd ose të prish përkohësisht humorin. Megjithatë, këto janë sinjale që të nxisin të shohësh më thellë, të kuptosh çfarë ka nevojë për rregullim përpara se të ecësh përpara me planet e tua. Kritikat mund të duken të bezdishme sot, por mund të përmbajnë një të vërtetë që të shërben. Në vend që të mbetesh në mendime, provo të gjesh mënyra kreative për të shprehur emocionet. Arti, muzika, apo edhe një bisedë e sinqertë me dikë të afërt mund të të ndihmojnë të gjesh qetësi. Kreativiteti, i mirë, dashuria, mesatare, biznesi. I mirë, ngjyra me fat, portokalli e ngrohtë, koha me fat, 14, 15 deri 16, 00, këshilla e ditës. Pengesat e vogla të ditës mund të jenë një mundësi e fshehur për të ndërtuar diçka më të fortë. Merr frymë thellë, bëj rregullimet që duhen dhe vazhdo me besim. Horoskopi për Bricjapin, 19 qershor 2025. Sot, një ndikim mes Marsit dhe Saturnit të jep një sinjal të vogël për të bërë ndonjë ndryshim, i dashur Bricjap. Mund të ndjesh se duhet të rishikosh mënyrën si po trajton çështjet financiare ose varësitë e tua. Në jetën personale apo familjare, përgjegjësitë mund të duken më të rënduara se zakonisht. Ndjenja se dikush i afërt të kufizon apo kritikon mund të shfaqet dhe ndonjëherë mund të duket sikur jeni në përplasje në vend që të punoni bashkë, por kjo është vetëm një periudhë e shkurtër dhe një drejtim për t'u përshtatur. Për momentin, më mirë përqendrohu te detajet dhe çështjet praktike. Duke marrë masa të kujdesshme, derisa situata të përmirësohet. Kreativiteti, mesatar, dashuria, mesatare, biznesi. I mirë, ngjyra me fat, e bardhë, koha me fat, 10 deri 12, 30, këshilla e ditës. Mos e merr gjendjen personale shumë seriozisht sot. Çdo sfidë është një mundësi për të forcuar marrëdhëniet dhe për të rregulluar atë që duhet. Horoskopi për Ujorin, 19 qershor 2025. Sot, ndikimi midis Marsit dhe Saturnit mund të bëjë që koha të duket pak e çrregullt, i dashur Ujor. Mund të ndihesh sikur ke vështirësi të shprehësh ndjenjat e tua, ose sikur njerëzit përreth nuk e kuptojnë ose janë pak të ftohtë me ty. Kufizimet janë më të dukshme sot dhe mund të duken më të rënda se zakonisht. Ti ke dëshirë të ecësh përpara me diçka, por ndonjëherë ndalon sepse nuk je i sigurt si të veprosh ose si t'i thuash fjalët e duhura që të fillosh gjërat. Kjo situatë vjen nga ky ndikim i yjeve dhe është më mirë ta përballosh me durim. Është një ditë e mirë për të bërë një hap pas, për t'u qetësuar dhe për të planifikuar mirë lëvizjet e tua të ardhshme. Kreativiteti, i mirë, dashuria, mesatare, biznesi. I mirë, ngjyra me fat, blu e çelët dhe e arta, koha me fat, 14 deri me 16, 30, këshilla e ditës, mos nxito. Merr kohë të rifitoj besimin në vetvete para se të bësh hapa të rëndësishëm. Shijo ditën sot. Peshqit, sot, hëna qëndron gjatë gjithë ditës në sektorin e burimeve dhe financave të tua, i dashur peshk. Kjo të bën të kërkosh më shumë siguri dhe stabilitet në jetën tënde.
Ke dëshirë që gjithçka të jetë e parashikueshme dhe të ndihesh i qetë në lidhje me të ardhmen. Megjithatë, ndikimi i Marsit dhe Saturnit sot mund të ngrejë disa pasiguri të fshehta brenda teje, kryesisht lidhur me çështjet e parave. Mund të ndihesh i shqetësuar për financat, ose mund të mendosh më thellë për vlerën që ke ti si person, për besimin që ke në vetvete dhe për atë nëse të tjerët të respektojnë dhe vlerësojnë me të vërtetë. Kjo është një ditë ku është më mirë të përqendrohesh te gjërat pozitive dhe të dobishme. Nëse mund të bësh një përpjekje për të siguruar të ardhmen tënde, si për shembull duke organizuar financat, planifikuar investime apo duke punuar me seriozitet, kjo do të sjellë një ndjenjë kënaqësie dhe qetësie. Mos harro që të kujdesesh për veten dhe të mbash mend se vlera jote nuk matet vetëm me atë që ke materialisht, por edhe me atë sa dashuri dhe respekt fiton nga njerëzit përreth teje, kreativiteti, i mirë, dashuria, e mirë, biznesi, mesatar, ngjyra me fat, vjollc, koha me fat. 11 deri 13, këshilla e ditës, fokusohu në atë që ke dhe në atë që mund të ndërtosh, jo në pasigurinë që të ndjen. Beso në vetvete dhe në rrugën që po ndjek. Të dashur miq, ju urojmë një ditë sa më të mbar dhe të bukur.